Le të themi dhe një herë të provimi sotëm, ai lëndës me zgjedhje, Ornela. Lënda me zgjedhje, të paktën siç e tha dhe ju, po dhe siç është e vërtetë në fakt, tregon dhe preferencën e nxënësve se ku duan të studiojnë pra vitin e ardhshëm, në çfarë dege duat. Me aq sa keni dieni pra, cilat janë preferencat pra të kësaj gjenerate pra për të studiuar. Për shembull, në kohën tonë ishte jurisprudenca atëherë. Ka vite në fakt që është përmbysur ky raport, shkencat shoqërore nuk janë më të preferuara apo më të preferuarat nga të rinjt, si duket janë edhe më të orientuar nga tregu e punës, tashmë din t'i bëjnë llogaritë shumë mirë, cilat janë degët më të paguara, aty orientohen edhe prirjet e të rinjve, që do të thotë prej disa vitesh, më shumë se prej 5 vitesh, degët më të kërkuara janë ato që kanë si bazë shkencat eksakte, kryeson IT-a, duke lënë pas mjekësinë, stomatologjinë dhe degët e tjera të shëndetësisë, e cila renditet e dyta, ndërkohë që vite më parë ka qenë kryesonte mjekësia dhe sigurisht degët e ekonomikut, por në thelb të tyre, ajo që mbetet me preferuar, jo vetëm për të rinjt, por edhe nga tregu i punës, është teknologjia e informacionit dhe të gjitha degët që ofrohen nga universitetet shqiptare dhe ato jashtë vendit. Kjo të paktën duket deri tani trendi i maturantëve edhe i këtij brezi, ku më së shumti, sipas informacioneve të deritanishme, kanë përzgjedhur lëndë të profilit shkencor, matematikën, biologjinë, kimin, fizikën, të cilat i orientojnë drejt degëve me bazë shkencore dhe sigurisht aty ku janë edhe degët më të kërkuara nga tregu, teknologjia e informacionit, ekonomiku, inxhinierit, edhe degë të tjera. Mirë, kjo është gjë e mirë, të paktën në këto kohë që jetojmë, duket se nuk do të mbyllen pra të paktën nga vështirësitë që është treguar në vitet e fundit, pra degë si matematika, kimia apo inxhinierit. Nuk dim të themi, sepse nëse flasim për mbyllje degësh, kjo është një çështje tjetër andi, sepse të rinjt, siç e theksova sot, janë të mirë orientuar, nuk shohin vetëm profesionin, por edhe atë që u jep profesioni, që do të thotë, degët e mësuesisë vjojnë të jenë në krizë. Dhe nëse flasim për të rinj që duan matematikën, nuk duan matematikën si profil të mësuesisë, po duan matematikën për të hyrë në degë specifike që i përket teknologjisë apo matematikës aplikuar, që e çon në degë shumë të kërkuara, jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë. Ndërkohë që do të shohim se si do të jetë këtë vit mësuesia sa i përket përzgjedhjes së të rinjve, por vitet e fundit në fakt ka qenë ky profesioni që është prekur thellë nga kriza, janë shumë të pak maturantët që zgjedhin degët e mësuesisë, jo vetëm të shkencave eksakte, por edhe të shkencave shoqërore. Megjithatë, kjo do të duket pas aplikimit në formularin A2, kur të rinjt me të mbaruar procesin e maturës shtetërore, me të dalë notat e provimeve kombëtare të maturës, do të nisin plotësimin e formularit A2. Është ky formular që në një farë mënyrë të rinjt plotësojnë 10 preferencat e tyre për shkollë të lartë, është formulari tip që tashmë prej vitesh njihet nga të rinjt, rendisin se cilat dega ta kërkojnë në varësi edhe të lëndës me zgjedhje dhe do të shihet se cilat do të jenë këtë vit, le themi, kërkesat më të shumta nga të rinjt, cila është dega më kërkuar dhe ndoshta gjatë muajve të verës, në korrikë dhe në gusht, sepse në fakt çdo vit për maturantët nuk ka pushime edhe për prindrit e tyre, gjithçka është e përqendruar tek llogaritjet e pikëve të maturës shtetërore, llogaritjet e koeficientëve dhe deri në daljen e rezultateve kur shpallen fituesit për universitete.